të ndarë mes Kosovës dhe Gjermanisë, se duke krijuar muzikë në 3 gjuhë. Erza vjen sot ekskluzivisht në Klan Kosova këtu në ora 7 për të ndarë me neve rrëfimin e saj. Erza, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhe. Në anën tjetër kemi edhe kolegun ton, Agon Rexhepi. Agon, mirë se erdhe. Kënaqësinë, gjithmonë në fol bashkë. Erza, rrugtimin mes Kosovës dhe Gjermanisë, ku po e gjen veten edhe me interpretime muzikore më shumë? Kisha thonë direkt në mes. Faktikisht par dje, ose dje kam pas një performancë në festival që quhet Asanejas Knej. Edhe pikrisht ajo është, kisha thonë, Asanejas Knej, as në Gjermani, as në Kosovë, unë e gjej vetën, po edhe muzikën ma shumë në mes, nështë ku nuk ka limite, as gjuha, as nështë zhanret, aty e gjej vetën gjithmonë. Gjuhën në cilën po e pëlqen më shumë në interpretimet tua, për cila gjuhë? Gjuha shqipe më që është shumë melodike, më pëlqen shumë e përdor më shumë, po anglishtja nështë edhe që jam rrit me muzikën në gjuhën angleze, aja gjithmonë e kam për zemër nështë atë gjuhë. Po, më pëlqen me përzis, edhe këtu, për shembull, kështu në familje, ose me shoqni, flasim shumë, kështu një mix, sidomos në Prishtinë, pak ashtu, edhe gjermanisht normal që flas në përditshmëri, sepse jam rritë e lind atje. Agon, është rëndësishme me këndu një këngëtar sidomos nga gjeneratat e reja në Sunny Hill? Absolutisht që po. Në fakt, unë jam admirues shumë i madh i muzikës që e bën Erza. Unë Erzën hera parë që takoj fizikisht, po muzikën e saj e kam përsëritur prej në pandemisë së tutje, që qenë një prej këngëtarëve më virale gjithandaj botës. A diçka është interesante, ja. Bashkë mund të më na tregu pak më shumë detaje. Erza shumicën e audiencës e ka në Azinë, pak shumë në Azinë, vendet e Indonezisë, Tajlandës, Japonisë, edhe Koreas së Jugut, që është shumë interesante se rrallë ndodh një artist shqiptar në Shqip mu dëgju atje. Që ka dhëna pak ma shumë për qatë pjesë tonë, nështë qysh kemi bri deri atje. Rrugtimin ja pata nis me TikTok, do me thonë kam postu shumë video në TikTok, po edhe në Instagram, YouTube, ma shumë covera Shqip, faktikisht, edhe dikur ja kom nis me përzi, kështu tash si stilin që e kom gjetë me Shqip-Anglisht, edhe dikur sidomos gjatë këngës, promovimin e këngës Zana, që është kënga, duke që është ajo ma e njofshme. Nuk e di faktikisht me ju thonë si ndodhi, po nështë 1-2 video jam bu virale në Azi, që jam shumë mirë njës jam për këtë fakt, sepse kam jetu edhe në Kore për një kohë, kam studiu atje për 6 muaj, edhe unë jam rritë me muzikën koreane. Në fakt, edhe mërë shumë mirë, sepse do artiste, ose si thuen K-pop idols atje, ma kanë postu edhe këngën, edhe ka qenë, do me thonë, insane, me di që artiste që janë shumë në këngët e gjuhës Shqipe andej, përveç gjuhëve tjera? Në Kore, po me ndonë? Në për vendet asiatike? Për muzikën Shqipe nuk kam muzikën tonë edhe. Muzikën tonë. Këngët që interpreton në gjuhën Shqipe? A i dëgjojnë ata andej? Tash po. Më si modeste, po, është edhe në platformën Spotify, kur si artiste, ka mira, do më thonë, dëgjuesve aktivisht që dëgjojnë çdo muaj, sepse aty më njerë tregoj shifrën njerëz që dëgjojnë aktivisht dhe Erzën e dëgjojnë ato vende tjera. Në fakt muzika e Erzës varion në gjuhën, është kryesisht në gjuhën shqipe. Ka pjesë në gjuhën angleze, po është kryesisht në gjuhën shqipe. Për shembull kënga Xhelozia, që është favoritja ime, po dhe shumë këngë të tjera e kanë gjithçysh kanë një sekuencë shqip. Edhe në fakt unë e di që e kam përdorur edhe si sound në TikTok, sepse ajo është goxha shpesh si po më nisi një mënyrave si qysh ndihmon në artistëve në promovu. Ama kur janë të muzika që përdhu, jam rrit me muzikë koreane, ka dhënë kënë e dëgjon në Shqip, cilë prej këngëtarëve shqiptari dëgjon, se e di që diaspora e ka kështu një lidhje shumë emocionale, sidomos me artistët e popullorës. Shërit e Beluli, Lir Shaqiri, që këndojnë edhe këngë patriotike, Shashkur të Fejza, kështu më radhë. Unë mas shumë të jam rrit me Elvana Gjatën, edhe atëherë në TikTok që i postojsha coverat mas shumë të Elvanës, edhe që më kërkojshin, bane një cover të Elvanës, kësaj këngë, nuk e di, zoni e saj më pëlqen shumë, edhe më duke që përshtatet nështë stili këndimit, sepse edhe aja ka pak më duke që ka influencë nga R&B-a, pop R&B, edhe aty edhe kam edhe unë, kështu që gjithmonë edhe kur ja kom nis me knu, ose me mësu me knu, sidomos Shqip, ja kom nis me këngë të Elvanës, sepse gjithmonë më kanë pëlqy edhe tekstet, edhe nështë që bëjnë fjalë për dashuri, dashuria gjithmonë është. Më pëlqej kjo kur ja kom nis më mësu me knu.
Po. Kur që kam dëgju nga ndonjë këngëtar që jam mësu me këndim. Po. Jo, se besoj që këndimi është normal që ke talent, duhesh me pas edhe talentin, po unë besoj që hard work, do me thonë me punu, me ushtru zonin, ajo është shumë e rëndësishme dhe nuk du me jalon vetëm talentit, do me thonë. Pjesëmarrja në festivalet në Kosovë në për koncertet ndryshme, si po të shkojnë, sa po e gjim vetën, sa po e shep për krahjen e publikut kosovar? Shumë mirë deri tani, e kam pas turin, do me thonë një mini tour të parë në Shqipëri edhe në Kosovë, e kam pas një festival në Shkodër, Zafest, që më ftoj Vllashenti, edhe ka qenë shumë bukur, ka qenë festivali imi parë jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Kosovë, sepse përpara vetëm në Gjermani kam pas performanca, edhe i kam pas të këcimtare nga Gjermania që kanë ardhë, e kena pregatit një performancë edhe, po, u prit shumë mirë, rezonanca ka qenë shumë e mirë, nuk e kom prit, me thonë drejtin, edhe shumë jo mirë njose për besimin që e kanë pas të konë, edhe Sunny Hilli, edhe Zafesti, tash edhe Asana Jasknej, sepse normal që nuk kam performu shumë ma heret, kështu që me mëftu ka qenë një ndjerë shumë e madhe, shumë knaqësi e madhe. Për ndryshe, Erza Shmire të folë Shqip, edhe kur as kërkush për diasporës në dëni me pas në drojtir me folë në Shqip, jo atje folë një gjuhë krejt tjetër, gjithkon folë një gjuhë tjetër, që veç në shpeju mbete me folë Shqip, Shqipja ju e shumë e mirë. Për ndryshe, ma herë të më thonë e diskutum që krejt puna Erzës rrjedh në një dhomë shpisë saj, pra ekspozimi, më ka ti kong ekspozimi, kompozimi kongve, se në maheti tash, kompozimi kongve, tekstet edhe gjithë shka, është proces individual që te bën veç vetë në një dhomë tonë në Gjermani. Po pse ke zgjedhur me performu ma shumë në Shqip, edhe ndër të tjera për cila tema zakonisht ka me shku deri tash dhe çka planifikon që aspa, cilat janë planet e Erzës për kompozimin e muzikës në të ardhmen? Shumë faleminderit. Shqipja më ka ardhur shkaku që thash ma herët, jo më rrit me muzikë kështu bilinguale, edhe thash, po pse jo, nëse funksionon, për shembull me gjuhën koreane, pse jo Shqip? Edhe qatë mendim gjithmonë e kam pas, edhe thash, ta provoj një herë, kur si dihet, edhe ja nisa me shkrujt këngët Shqip-Anglisht, edhe në rrjetet sociale, do me thonë, fanca ose komente ka pas shumë, wa, sa interesant, qëfar miksi ose përzirje gjuhësh edhe ju ka pëlqyer shumë, kështu që aty ja ka nis, edhe temat që the. Frymëzimi ma i madh për tekstet më vjen nga dashuria, jeta, ndjenja, po edhe filmi, se kam studiu film faktikisht, edhe filma ndryshme, animacione që janë, kështu që këto gjithmonë, botat ndryshme. Jam shumë interesum me dëgju dy këngë në dy gjuhë, tisë nuk e di çfarë, në gjuhë shqipe dhe gjuhë koreane. Gjuhë koreane? A ki interpretimin gjuhën koreane, thatë që... Me Knu? Po. Teresa të gjesh, po ndonë duket për herë parë që këndohet gjuhën koreane këtu. Po, na i kohën shaki edhe në koreanisht shumë nëshme me koreanisht. I pjenë koreanisht. Po, koreanisht. Koreanisht duket, po. Okej. Jeni gati? Na jotja. 사랑한다고 말할 걸 그랬지 이미 아니면 못 산다 할 것을 E për çka the, anashojtë, çka the? Jo, për dashni, po është pak këngë pak ma melankolike. Une, për ndryshe, ka diçka me ujnë e pejës, se krejt qika që bëdin me Knu ndërkombëtarisht jo brej pejës, jo brej qati rajoni. Se që ka diçka për mdokët që pëndodhë me pejë, nuk e di qka jeni të pi atje, nuk e di qka jeni të hongër atje. Me shumë gjaz. Po edhe gjelozin do është me këndu, më fajt, për shka nga e favorite, edhe s'muna me metlon, me ecë, pa e këndu. Edhe kënga ime parë faktikisht, që e kom publiku para 3 vitësh. Okej. Nështë ta përbën një pjesë anglisht shqip, për me dëgju një herë. If you can show me love differently,
being jealous, you're only offending me. Nambyti gelozia, nambyti gelozia, nambyti. Nambyti gelozia, nambyti gelozia, nambyti gelozia, gelozia. Kush po të gjelozon? Nuk ka, ja, ishte ma shumë që gelozia nuk është gjë shumë e mirë. Unë më veç e kam edhe një pyetje të rëndësishme bu, çka është plani jot për të ardhmen, edhe rrugtimi i shumë artisteve këngëtare, nuk po i marrë gjithmonë Dua Lipa në qasje ekstremi, po të shumë artistet të tjera, a është për ty inspirim? Se unë e di që po në gjykimin tëm edhe me çfarë sa shoqet përceptojnë njerëzit online ti ki brumin për me mri në po aq sukses. Kështu që çka janë planet e tua për të ardhmen? Shumë faleminderit. Po normal që është inspirim shumë i madh Dua Lipa apo edhe tjerët artiste që ndoshta edhe kanë arrit ndërkombëtarisht. Unë planet e mia janë me publiku një EP që e kam punu gjatë këtij viti, është një EP me 7 këngë. Nuk më thonë ma shumë sa i përket datës ose kur du me lancu, po vjen së shpejti. Edhe po, shpresoj që do ju pëlqej, edhe kaq. Bashkëpunim në emër të estradës? Ose me hym Big Brother? Se kemi po që zakonisht përdoret. Bashkëpunime, jam shumë e hapun për bashkëpunime. Në këtë tipi nuk ka bashkëpunime deri tani. Vetëm një bashkëpunim është me një producent, Mark Hill, që është një këngë që e kam lancu para gati një muj, quhet Horizont. Edhe shout out. Edhe po, bashkëpunime shumë jam e hapun në të ardhmen, po deri tani du me tregu ndoshta edhe stilin që e kam gjetë tani, edhe tekstet si shkruaj tani vetë, një herë fokusi anej, do me thonë. Erza, të shërojmë sukses edhe faleminderit shumë që ke gjetë kohë që të bashkangjitesh në këtë bisedim edhe për këto dy interpretime që solle ekskluzivisht në kuadër të ora 7. Ndërkohë mundesh të qëndrosh edhe pak minuta sepse jemi fare në fund, po duhet të shfrytëzoj ty për dy zhvillime në botën e showbizit. Njerëzit po gjujnë me armë. Është e vërtet, në fakt kjo është edhe arsyeja për cilën Lavina Tregja është ndaluar nga policia e Kosovës. Ai ka publikuar një video në fakt ku shihet duke gjujtur me armë gjatë kohës që përfundon në një dasëm. Na e dina që për fat të keq arma është goxha prezente në ahenjë tilla, ndonse ka ftesa për cilën edhe na i bashkëndritemi me ftesës me fesu me zamër dhe jo me armë, po kjo ka qenë arsyeja për cilën policia vetë ka trokit në derën e Lavina Tregjës. Ka pas aludime dhe portalet kanë shkruar që është arrestuar, në fakt nuk është arrestuar, meqense njëti ka shprehë dhe vullnet për me u paraqit në policinë Kosovës për rastin e fjalë duke ditë. Arma tha që është me gaz? Po, për prapë se prapë në ahenjë tilla është më pak kur ka një rreth të madh njerëzve na dinë gjithë që nuk është diçka që do të promovua, është më pak që konsiderua ato që ka fëmijë dhe ka njerëz gjitha moshave, edhe prapë nuk është diçka që mundesh me i besu, pra nuk është mundet me pas ku diun besim në shkrepin e armës ose diçka e tillë. Mendoj që ka forma të ndryshme alternative, se çu mundet me fesu secili prej neve. Kështu që çka ka qenë problemi i labit me policinë e Kosovës, nuk mundem të thonë që është arrestuar, vetëse ka probleme, me qenë se është hapësirë rast edhe rrjedhimisht prokuroria Kosovës për instancat e tjera po merren me këtë rast. Po le të jetë edhe si mesazh që na mundum ku diun kemi të pa, ne kemi defin, kemi mënyra të ndryshme se çish mundum marr këtu secili prej neve dhe s'kena nevojë për armë. E qartë. E kemi edhe një zhvillim tek ish banorët e Big Brotherit. A muna me thonë që më kënaqe pak ego kur dalin gjana që na i thojna, se ka njëherë kur unë dhe Blerina këtu bashkë me Gonxhën i diskutojna edhe i thojna disa gjana, për shumë djekës t'inglojna ku pe din këta se jonë të folë pa lidhje se gjana tilla, na gjithmonë e kena një basë, edhe që mundet të ka njëherë mësë mi përqy shumicës. Kemi aludu për një ribashkim të Leos e të Leles për kohë ma shumë se 2 muaj, ata se fundmi kanë publiku një këngë bashkë, fa kënga është e Leos, sepse dina që është këngëtar, dhe Lela shihet në këtë videoklip, si një prej çifteve që i kanë bjetu Big Brotherit, ka pas lëadjet e veta, po është një varë konfirmimi, le të themi, i bashkimit të tyne si qef, na pati të që jemi të lumëtën, edhe që shë në ndina halama i lumëtën që kanë pas gjeneze në Big Brother format këtë që po vjen shumë shpejt. Ma shpejt se sa që ka arë viteve të kalume. Falënderit shumë për këto informacione dhe për bashkëbisedim bashkë me Erzen.